Sot, në Kush ka të drejtë, kemi një bisedë sa politike aq edhe ekzistenciale njerëzore. Kemi të bëjmë një debat që shpesh zhvillohet me tone të nxehta, në rrjetet sociale, në familje, por mbi gjitha edhe në mitingje zgjedhore. Përplasja apo bashkëtesa mes dy Kosovave, asaj autoktone që jeton e përballë çdo ditë këtu, dhe Kosovës së diasporës që mban mendjen në zemrën të ateu, por jetën e ka të ndërtuar në Evropë. Për ta zbërthyer këtë temë, sot kam një mysafir shumë të veçantë. Një njeri me të cilin edhe në rini, edhe në fëmijëri, por sidomos deri në vitin 2010 kemi ndarë të njëjtën qati si student dhe edhe në Prishtinë. Ai ka punuar si gazetar përveç se ka studiu, ka provu ikjen, rikthimin dhe sërish largimin. Sot jeton e punon në Dijon të Francës, që merret me lehtësimin temi, facilitimin për diasporën tonë, të cilët kanë nevojë për institucionet e Francës. Ai është veç më pak si vllai im, Ardian Zejnaj. Edhe Ardian një se erdhe edhe në shtëpi, po edhe në studio. Mirë sy gjeta Argend, mas parti urime për emisionin edhe angazhimin, se di që ti kursenal, pavarësisht vështirësive ja ke dalë. Edhe shpresoj që edhe tash me këtë angazhim që ke marrë, kimi ja dalë. Faleminderit shumë për fjalët, ti ke qenë vazhdimisht me mua. E vërtet me ty, me të tjerët moshatarët tuaj, jam kodishuar si thojza si prindi juve. Po mirë, koha studim ka qenë e mirë. Sot jeton në Francë, po për me kuptu ku jemi sot duhet më kthy pak mbrapa. Si gjithmonë. Po. A ju thu publikut se unë e di, po publikut në para luftë, në fëmijërinë tonë, por edhe gjatë luftës, që zhvillimet që kanë bu me ik të gjenerata juve, me ik nga luftrat, me dalë pa dëshirë, me mësy edhe grybetit, ç'është ka qenë ajo periudhë? A ka qenë më mirë se sot në kuptimin e organizimit familjar, harmonisë, bashkëekzistencës? Para luftës, mënyra e organizimit shoqëror ka qenë këtë ndryshe. Kjo është e vërtetë. Familja ka qenë ma kompakte, kemi qenë më shumë anëtar në familje, ndoshta kjo për shkak të rrethonave ekonomike, sociale, pushtuesit. Për shkak të gjendjes në cilën jemi konë, domethënë se ne kemi qenë në okupim, ne jemi gjenerata e okupimit, ku shkolla ne kemi bërë në shtëpia. Deri në kohën kur ka filluar lufta, na sidomos kohën kur kemi qenë në gjimnaz, ne nuk kemi pas drejt me shku në gjimnaz. Në fillore më e manë që i kam pas leju, por gjimnazin jo, dhe ne kemi zhvilluar mësimin për shtëpia. Ne jemi domethënë gjenerat me gjitha ato vështirësi, ne ja kemi dalë. Ne kemi dalë se nuk e kemi leju që qëllimin e pushtuesit që na detyroj ose ta pranojmë sistemin e shkollimit që ta ofronin, ose përfundimisht të tërhiqemi nga banka shkollore dhe normalisht pastaj na konsiderojnë si një shoqëri analfabete. Kur je shoqëri analfabete është më lehtë me të kontrollu, më lehtë me të dirigju, më lehtë me lut me fatin ton. Edhe besoj po kthejna pak më mbrapa. Edhe deri në vitet 70 për shembull, shoqëri e tillë kemi qenë. Kanë qenë gishta që kemi me një njerëz që kanë bërë shkollë, edhe ato kryesisht në shtetet tjera të Jugosllavisë, nga vitet 70 tek ne kur ka filluar. Jo, edhe brenda Kosovës nëpërmjet tepër. Jo, po flas në atë kohë. Nga vitet 70 tek ne kur është hapur universiteti këtu, pastaj shoqënia jon ka filluar të shkollu, dje me vajza kanë filluar të shkollu dhe aty pastaj si them unë shpesh thoj se ai ka poshtë herën Jugosllavia. Sepse në momentin që shoqënia shqiptare në Kosovë ka filluar të shkollu, ka filluar me kuptu drejtat e veta, ka filluar me kuptu qëllimet dhe synimet e veta dhe pastaj normalisht ka filluar me kërkuar ato, që i ka dalë shumë problem pastaj Jugosllavisë, se ma vonë Serbia që e ka marrë gjithë përgjegjësinë e Jugosllavisë. Edhe dim kemi ardhur deri në vitet 90. Nëse kishe pas hipotetikisht mund ndehesh me një Ardian që është shkolluar, e ka kryer shkollën filluar të mesme pas luftës. Sot, a menon ti që janë gjeneratat para luftës që janë shkolluar për shtëpia, më të zot, a këta që po shkollohen për shkolla, një pjesë e madhe prej tyre shumë moderne? A ka pas atëherë më shumë cilësi e kushtet ambientale në punë më të deformume,
Apo sot kur kushtet janë shumë, ambientet janë shumë moderne, por rinia më shumë po pin vibe se sa Do të ndoja dy pjesë këto. Cilësia, nëse flasim për cilësi, besoj që në atë kohë ne kemi qenë shumë teorik, me thonë. Kemi mësuar shumë teori. Po kemi qenë besoj shumë më të koncentruar në mësim. Kemi mësuar, do shta për shkak të rrethona, kemi mësuar, jemi zhvilluar. Gjenerata e sotit e vërtet që mund kenë mundësi, edhe kanë mundësi, po unë e vrej që gjenerata e sotit nuk është shumë e koncentruar në mësim. Domethënë, gjithë sot mund të marrin diploma, mund ta kalojnë vitin ato, po kur e sheh, unë personalisht jam shumë i zhgënjur me gjeneratën e re. Sepse unë shoh gjeneratën e re fatkeqësisht një shumicë e madhe, se nuk ka asnjëherë nuk ka 100%, por një shumicë e madhe, mos flas edhe kategori që kanë pozita të larta shtetërorësi, që nuk dinë me fol shqipnje, nuk dinë me shkruaj shqipnje, nuk dinë me lexu shqipnje. Domethënë kjo është fatkeqësi e madhe. Se ti kur nuk e njeh gjuhën amtare, ti badiava e ki. Tani, sa i përket infrastrukturës, thash unë më herë ne kemi mësuar edhe për shtëpia, domethënë odat në atë kohë janë bo klasa. Sot i kanë gjitha, po problemi është te cilësia. Domethënë unë besoj që sot të krahasu infrastrukturën që e kanë, cilësia më ban. Ne shohim këto edhe te testi PISA. Domethënë gjithmonë jemi për thuaja të fundit. Sepse që kjo gjeneratë që është sot, nuk është të mësu, nuk është ka do me mësu. Jenë dhonë mas rrjetet sociale, jenë dhonë mas tash ka ardhur inteligjenca artificiale, domethënë çdo gjë ty e marr gatshme. Në farë ty kopju. Vim konkretisht ma vonë për këtu për AI-n për këtu fargjonat që po ndodhin në Kosovë. Po, domethënë pas luftës krejt njerëzit rinia asaj kohe pretendon të me qëndru me rre rrugët e perëndimit që thuajnë, edhe për të mirat financiare, por edhe për sigurinë e jetesës. U ktheven në Kosovë. U regjistrova si student. Pse të ndodhi domethënë me u kthy pe atje edhe më ardh me provu, si thojmë janë nis pe zeros. Koha pas luftës domethënë ka qenë një farë, të them kështu, euforie, entuziazëm. Po, entuziazëm në kuptimin që u shleu. Domethënë Serbia nuk është këtu dhe ne kemi ardhur me atë vullnetin që tash do ta bëjmë vendin tonë, do ta zhvillojmë, ka pasi terme të ndryshme deri ato që do ta bëjmë Zvicër ato, me çaty ide kemi ardhur. Domethënë që sepse Kosova nuk është territorialisht, po as me popullsi nuk është e madhe. Ne kemi ardhur me atë idenë që me zhvillu këtë vend, me ndërtu, me bu një vend të jetueshëm për neve. Me çatë ide kemi ardhur. Plot ndoshta kanë kuptuar më herë se janë fjalë të thata këtu, dikush ka besu vërtet, dhe në çat kuptim, pastaj kemi ardhur ne që jemi kthy. Ne kemi lënë dikush e ka lënë Zvicrën, dikush e ka lënë Gjermaninë, dikush ato, edhe i jemi me çat idenë me u zhvillu këtu, me kontribu këtu. 2000, në vitin 2000 jam kthy, pastaj ka qenë shumë vonë më regjistruar në fakultet. 2001 unë fillimisht jam regjistruar në shkollën e lartë të gazetarit Fajkonica, që udhëhiqej nga Ramiz Kelmendi, një intelektual që besoj gjenerata e nuk e di, po gjenerata e vjetë e njohin shumë mirë. Njëjtën kohë, kom apliku në Departamentin e Shkencave Politike, Administratë Publike, që ka qenë gjenerata e parë, domethënë hera parë që në Universitetin e Prishtinës hapet te ky departament, kom apliku aty, jam pranuar aty, pastaj kom vazhdu të dyjat aty, se gazetaria ka qenë 2 vite në atë kohë, shkencat politike kanë qenë në sistemin evropian. Të kreative kanë qenë 3 vite, pastaj master, domethënë kom vazhdu aty. 2005 kom përfundu bachelorin. Njëjtën kohë kom fillu me punu si gazetar. 2 vite kom pauzu për shkak se kishte plane tjera. Me vazhdu me nejt këtu, me shku jashtë, nuk e di. 2 vite kom pauzu. Do dim te ky moment, po të më thonë diçka. Po du si në pyetje, si interakcion. Në atë botë kanë ligjëru, që që the, profesora me emën. Në kohën time, domethënë nëse flas në departamentin tonë, sidomos 2 vitet e para, ne kemi pas 90% kemi pas profesorat e huaj. Domethënë profesorat sot që e kanë departamentin, që do të në vitin e tretë, në fillim kanë qenë asistenta. Edhe një pjesë e tyne, ka qenë i ki pas edhe kolegë.
studenta që kanë dëgjuar ligjërata prej atyre profesorëve ndërkombëtar, po edhe venduar me emën të madh. Po, për shembull, E tash kur e shohim se çfarë gjenerata e Juvja, që është shkolluar për atyre profesorëve ndërkombëtar, janë profesorë sot, edhe shohim cilëtetin e studimeve çfarë buhen. A në kupton kjo që ju si gjenerata s'keni mësuar? S'keni studiu? Si një po të zëtë? Ja, unë flas për departamentin tam. Po, për Ku kam qenë edhe një ku kam qenë udhëheqës i Asociacionit Shkenca Politike. Flas për departamentin. Kryesisht gjenerata jonë, ndoshta për dallim pi departamentit tjetër kemi pas më shumë fat. Për shkak se kemi pasur gjenerat profesorë që kanë qenë të huaj. Kanë qenë shumë më praktik, shumë pak teori, kështu teori të thota, e kanë kërkuar gjithmonë me marrë më të mirë, sepse ta japin një rast, ne më kujtohet vitin 2 ose 3, një mentor i qeverisë së tashme, ka qenë nga Shqipëria, Hysa Medin Fere, një përmuesi, një komunist i thuaj. Vazhdon të jetë i tillë. Po, ka ardhur kështu, ka pasur departamenti, na jep të një lonë, po krejtësisht ka qenë me idetë e sistemit komunist. Na thon shumë teorik, shumë i thotë asire, dhe nuk mundeshim me funksionu sepse ishim mësuar ndryshe me këta profesorë tuaj, dhe si një udhëheqës i asociacionit e kam marrë iniciativën dhe në bashkëpunim me tjetër e kemi largu. Domethënë e kemi largu se nuk funksiononte me sistemin tonë. Ai kishte krejt ide ndryshe të mësimdhënies, ne kishim krejt ide ndryshe dhe e kemi largu. Po, ndëgju tash sa je këtu, ta merr pasaportën, i urdhëron policinë ta merr pasaportën. Unë për këta njerëz sigurisht regjimin. Për këta njerëz nuk mërziten fare sepse ta merr pasaportën se po thuaj që ai nuk ka ligjëru mirë. Ju thon këtyne se s'dini me qeveri, se s'dini me ligjëru. Këta e kanë. Unë e them sepse nuk kem ka thonë se ai nuk ka ligjëru mirë, unë ka thonë mënyra e ligjërimit ka qenë krejtësisht jashtë kontekstit. Kontra me modelin. Ka qenë jashtë kontekstit që ne kishim instaluar në departamentin e shkenca politike. Ai apo shini, domethënë ky sistem që është tuna qeverisë, edhe ligjërata u kon këtë kontra Evropës. Me sistemin e Bolonjës ai s'ka ditë me funksionu. Jo, ai nuk e njeh fare sistemin e TC, domethënë se vinte pe sistemit të Shqipërisë që ka hi shumë më vonë besoj këtë sistem, ai nuk e njeh. Po thonë që Albin Kurti e ka një këshilltar i cili nuk e ka njoft para disa viteve, jo shumë larg nga sot. Nuk e ka njoft vitet 2000 se si funksionon sistemi evropian i vlerësimit, i notimit, i ligjërimit edhe tash nuk im ka duhen. Domethënë që u kon shumë natyrisht duke qenë që ju kanë bivenduar Marx, Engels, Lenin, Stalini. Domethënë ka qenë jashtë modelit për faktin se ai kurrë ndoshta nuk i ka rao me shku në universitet huaj. Përjashtimisht në Universitetin e Tiranës, këtu që e sjellën në atë kohë, nuk besoj që ai ka shku në Universitet Evropian me po se si funksionon mënyra e ligjërimit atje, edhe nuk ka zgjuar për të madhe, domethënë se ai ka me çat sistem, me çat mentalitet, po për neve nuk ka qenë kompatibil, nuk ka qenë i përputhshëm. Edhe studentët kishin vështirësi me ato në komunikim, edhe mënyra e komunikimit ka qenë tamam sistem rigjid, domethënë për dallim për profesorët që ne nuk i kemi pas vetëm profesora, po kemi qenë, më thojë za them si shok. Ato ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Ai ka qenë shumë tamam sistem, po flas sistemin ish komunist. Thonë profesori duhet të jetë këtu, studenti duhet të jetë, s'ka komunikim direkt, vinte vetëm ku ishin ligjërata, domethënë ka qenë komplet jashtë mënyrës së ligjërimit. Prandaj u detyruam që ta largojmë atë, e sillën një tjetër. Nuk e di tash si kush ka ardhur, kishte këtë ndryshe, domethënë funksionon të ndryshe. Ne kemi pas për shembull Zinula Gruden, ish ambasadori në Jugosllavi, drejtë ndërkombëtare që jepte, ka qenë, edhe ai ka qenë i asaj shkolle, po ka qenë këtë ndryshe mënyra e ligjërimit tina. Ka qenë Zinula Gruda nuk ka qenë vetëm profesor, ka qenë edhe një aktor. Kush e njeh, e ka pas ka qenë aktor në mënyrën e ligjërimit, për faktin se ai ka pas atë provojën personale në diplomacinë drejt ndërkombëtar, ka qenë shumë i mirë në shpjegim, po ka qenë aktor mirë si ta shpjegonte, ti të bënte me kuptu. Domethënë kjo ka të bëjë me mentalitetin çfarë e ki si person, jo me ato si në çfarë sistemi është shkolluar. Jo, për shembull edhe profesor Zinella Gruda ka qenë i shkolluar në një sistem tjetër. Po, nuk edhe ka qenë në funksion në një sistem tjetër. Po nuk ne kupton se ka ligjëruar me atë sistem. Jo, nuk im ka thonë. Po du me thonë kuptimin krahasimor me. Po, mënyra që
besoni është diku. Besoj me ato, jo me sistem se Shqipëria ka pas qatë sistem, po pastaj ai është ndërtu në qatë frym, edhe sot nëse shohim, mënyra se si ai flet her pasi në media, domethënë për çështje politike, ti e kupton që është në qatë kohë, nuk ka ndryshuar, në kohën e vitit 80-ta. Para pëlqen me fol shumë, para pëlqen me shkruaj më shumë, për me fol nëpërmjet flet nëpërmjet buzëve të Albinit. Aty nuk e di, po mënyra si flet, unë nuk e ato as ata tjerë që vinë që janë ata i koka ideologjike e qeverisjes tashmë, unë me ata nuk kam qenë humor, se me ata ti skipsejnë debat, se ata janë vite, kanë mjetë vitet e 70 ata. Do dhimbet aty, kur të përballemi me dy Kosovat. Po në vitin 2010, pasi domethënë çush e thash edhe në hyrje, kishim përjetuar këtë Prishtinën bashkë si studenta, më shumë se sa si vllazën, se më shumë si kolegë, siç ashtu në uçashe. Pse vendose, duke qenë se ishe edhe në themi në marrëdhënie pune, si gazetar, profesioni gazetarisë në atë punë ku pak më i vlerësuar se sa sot. E ka bu punën. Pse vendose me nshu prapë Kosovë? Se kishte u vazhdu, pastaj u lidhe me profesora. Sash në 2005 ne kom kryer bachelor. Pastaj 2 vite kom pauzu, sepse ishin do plane tjera. Njëtë ku kom punu, 2005 në aty kom nis gazetar aktiv. 2007 i kom regjistru studimet master. 2009 i kom përfundu. Poshtë në Departament Shkenca Politike, temin e kom pas politika jashtme, kom pas trajtu diplomacinë politikën e jashtme, kujtohet se sot aty kom pas përfshi mënyra se si duhet më qas Kosova politikës jashtme, duhet me në kuptimin që duhet me fol edhe marrëmesht, duhet me kriju raporte edhe marrëmesht, sepse jenë marrëdhënie ndërkombëtare. A ki pas për raporte me Reç Liru Veriun? Jo, nuk ka pas të bëjmë me diplomacia me armë. Jo, Veriu ka qenë i çliruar, këtu janë po du me përmend kështu në thojza pallavra të rrjeteve sociale. Po Veriu është liruar në vitin 1999. Nuk janë veç pallavra të rrjeteve sociale, janë glata zyrtare. Po, edhe kjo qeveri, ministrit brendshëm. Edhe kjo qeveri futet në çat kuadër. Domethënë këta ne e dim që sepse po kthejna se po kputje. Po s'ka problem se tek e fundit i rikthemi prap. Po kputje tema. Këtë vetvendosin e sot unë e mojnë madh që nga ku e kanit. Domethënë kani ka dalë si organizat studentor ka qenë fillim. Ka dalë nga Universiteti i Prishtinës. Kujtohet se mund kujtohet shumë mirë. Albini nuk ka qenë atë kohë. Gomore, u kunat në të buhet student Universiteti i Prishtinës ajo, Gomore. Jo, nuk ka qenë në fillim jo, ata këtu Gomore këtu kanë ardhur pasi që janë bu vetëvendose, domethënë kanë dalë prej aty, kanë dalë si lëvizje studentore. Kanë dalë, pastaj Albini ka ardhur më vonë është bashkangjit, është kriju lëvizje gjaja nacionaliste, me mbrojt Kosovën se po shitet ose po trahtohet, eksigjon ashtu, domethënë. Çfarë do të thonë është që unë këta një prej fillimit. E një si që janë zhvillu, fillim kom pas mendu dhe une se kur je këtu në Kosovë, jenë përditshme i këtu, jenë presionin, jenë stresin e gjithë asaj që ndu, dhe ti ndonjëherë vend dyshim ata që pëndohë. Dhe unë mendojsha ndonjëherë që për një me këta ka bojnë gjona pas shpinës tonë, po flasë në atë kohë qeverisjet e kalume. Po me kalimin e kohës, të studiu, të punu, atë i kupton që nuk është ashtu, marrëdhënie ndërkombëtare nuk luhet ashtu, në diplomaci nuk luhet ashtu, në negociata nuk luhet ashtu. Edhe kom kuptu që këta janë të mashtru. Këta janë të mashtru, vetë fakti që këta nuk ja qëllonin kur. Del të Albini në atë kohë s'ka qenë tash u bol ide vetë vendosis, dhe dhe thënë të s'ka pavarësia boj. Negociatat po bohen me për autonomi, del ke pavarësi. Pastaj dim në një Amerika e në një të para. Po, jo, këtu shtete po punojnë kundër neve, në fakt delshin aleaton, domethënë çdo gjë që fliste ky delte e kundërta, dhe ti veç duhesh me konë jo në rregull, thon kështu mendrisht, me besu që ajo ka thënë vërtetën. Nuk ka pas aty asnjë të vërtetë. Po ai e ka shfrytzuar që pa informimin thonë. Ndoshta se fajti ka pasur sistemi i kalum ose qeverisë të kalume se ka mungu komunikimi i sakt, po në anën tjetër arshyetoj se diplomaci në negociata nuk thuhet çdo gjë. Derisa të vijë akti final nuk thuhet çdo gjë. Bëhet shumë punë brapa perdëve, aktin final vetëm kur e shohim. Edhe sot ashtu funksionon çdo kund diplomacia. Ky ka shfrytzuar çet vakum të thashë themeve
djathtas mojtas edhe i ka kriju si ide, ka kriju si qëllime politike dhe pastaj i kanë zerë njerëzit në protesta, unë kam qenë gjitha ato protesta ku janë rrej njerëzit pa pik nevoje. Unë kam qenë aty për shembull edhe ditën, se kujtohet si sot, ku është hoteli tani Bexhet Pacollit. Aty, domethënë si sot kujtohet kur janë lëndu, pastaj kanë vdek dy protestuese. Moni edhe Gjeladini. Për shkak të pluma u gomë, sepse nëse më kujtohet Romun kanë qenë policë Romun edhe Polak nëse më kujtohet kanë qenë të asaj kohë të miku që a ditë ata nuk kanë hezitu, kanë derdhë municion sa kanë ujtë. Kanë po policë tonë, ju më afru, ju kam kërku që të intervenën. Ata thënë s'kemi kur gjë. S'kem kompetencë. Domethënë nuk mundem kur gjë me bo mo. Domethënë, po du me thonë që deri në atë shkollë i ka çu njerëzit sa i ka manipulu që dolin protesta për gjona që masënej kanë dalë që s'kanë qenë hiç vërteta, edhe janë dek njerëzit, sot janë dvorrosur ata për shkak të rrgënjeshtave që janë thonë. Kur e analizon pe ditëve të sotme, edhe e sheh një çat lloj dyndje që po thu që na kanë bërë policia unikut në atë botë, edhe insistimin Albin Kurtit që me shti masën mu përballë me ta, edhe pse me duhen xhepa, domthonë vjen me dyshu që ka një lloj koordinimi në prapaskena ndërmjet kupullës së asaj kohe të vetëvendueses me kupullën e urmikut. Mos të harrojmë, vazhdimisht e kam thonë, mos të harrojmë. Nuk e dim sakt pozitën çfarë ka pas baba i Albin Kurtit në urmik. Po ti nuk mundesh me thonë që ti si ki pas informatat, duke qenë se ki pas një njëri tonë në urmikut, që nuk i ki pas informatat se çka ka me pas, çfarë lloj çasti ka me pas urmiku ndaj teje. Në një ditë kritike çfarë gun ajo kur i ndalë, kur i mbra këta dy të ndjes pasëshin të dytë, Moni edhe Gjeladini. Do shta me thonë, a besën, do me thonë, a vjen do njëherë si profesionist në ndërmen që ka mujt me pas, edhe duke qenë si kanë punu qeverit prapa kujintave, prapa pirdeve me alatet, për me pru Kosovën dhe të pavarësia. Njëtën kohë edhe të Albini ka pas dikush prapa pirdeve që ka organizu të kundërtën. Antipodin e qasaj që ka po shpall në 2008. Të nuk këtu analizë po bëj. Analizë po, edhe në analizë do me thonë gjona që nuk kam informacione. Jo, informacione këtu i fakte të prekshme, të pashme. Janë vra dy njerëz, ku kush ka dhu përgjithësi, ka thonë vazhdimisht se kur vinë në pushtet kanë me dhu përgjithësi policë e Romun edhe polak të cilët kanë shkaku tegin e ty protestuesve. Ai ka thonë shumë gjona. Po ato nuk mbi bazën e tyre fakteve, po them që po bëj analizë. Prandaj nuk po them ai ka thonë shumë gjona edhe ka ndalë që është tyrrajt. Ty mashtru dhe me thonë, që duhet që dojmë, se unë kom qenë ma shumë. Unë me kalu, më falë, i ndërru vlla, dhe pse e ma i madhë, kënë unë me kalu vish me rrenë. Ka rrejt dhe lanë show. Sot është kryeministri i vendit, du me dhu përgjësi. Nuk ka dhonë përgjësi as për vllaznit Dehari kë. Njëta histori është, ku ky ka thonë që ato kanë vrarë gjithë ato. Gjitha ekspertizat ato ka dalë që ka dalë vetë vrasja, aty nuk kanë qenë, po duhet me besu institucionet. Ka thonë ashtu, kur të vitë do të asbarë dhe bile ministre, a ishë ministre drejtësisë që ta shtruese dhe tyre president ka qenë shumë e zëshme, momentin që ka ardhi ka humbë edhe provat, dhe me thonë, që jo që së është barë dhe e punë, asë që jo morë kush me ta, po i ka humbë edhe provat, të që jo i gjetën provat, dhe me thonë, kjo krejt është funksion të pushtetit, krejt kjo propagandë, krejt kjo dezinformat, krejt këtu premtime, të vinë funksion të arës e pushtetit. Ta e kam përgadit 10 vjetë veten, thash prej vitit 2000 e kënene, dhe me thonë njëherë këta kanë qenë kategorik marrë në pushtet. Ta kanë thonë ne jemi kundër pushtetit, ne jemi për Kosovë. Prandaj i bënin këtu protestat, kishe organizuar protesta në spitalin zgjedhje hiç. Unë e moj mandë dhe Bacen Adem, që ka qenë pjesë aty në protesta. Se Bacen Adem për shembull vërtet ka besuar në Kosovë. Po Bacen Adem nuk e ka mu kur edhe ato diku ka ardhur Kosovë. Dhe kur e kuptoj që me kokot bëj. Po me kon bëj, ai e ka thonë vetë, domethënë kur e kuptoj që thot ai një frazë që hype natë ne do kishim bubreca, sa mirë pafshim, unë me juve s'pas na punë. Bile e thot që në një farforme nuk e di tekstualisht eksplicite, ta nuk duhet me marrë pushtet edhe nëse vinë pushtet. Jo, na të kuptojmë, po ka nuk mundën me ardhë edhe nëse vinë është shumë keq. Ka pason një farforme kështu me thonë, ka ndonë sërnisht. Ta ka ndonë sërnisht, domethënë këta nuk janë kërkahiq me realitetin. Edhe në raport Ademi është një Bacen Adem ka qenë
Mandela jonë, se ka unë 27 vite burg, do me thonë. Ti s'mundesh me thonë bas Adem që ti e gabim. E ky e pas Ti s'ka do Kosovën. Po, se ti s'pidesh e Kosovën, ky pidej ka marrë shumë. Ai ka unë 27 vjet, do me thonë ka qëndruar në burgjet e Serbisë. Edhe ky rreth Nuk është një njëjta gjë. Nuk është një njëjta gjë, sepse kohën kur kanë qenë burgosë koha e Baçës Adem dhe gjeneratës tina, aty ka qenë vërtet merr, e tregojnë ata vetë, njerëz që kanë kaluar për ato koluar, ata dinë çka kanë heqë. Koha e këtyne këta në fillim kur janë arrestuar, ndoshta kanë përjetuar, nuk munda me mohu sepse kemi edhe përveç Albin kollet të tjerë që kanë në fillim janë torturuar sepse ka pas një lloj hakmarrje ndaj këtyne për shkak të asaj që ndodhte në teren, ose për shkak të asaj që ndëtru pastaj mu tërheq. Edhe kanë vujt ata rob, se këta kanë qenë rob lufte, kanë vujt. Po nuk është e njëjta gjë. Thash, këta pastaj e kanë kriju dhe që se tregojnë edhe vetë ish vevistat, e tregojnë, kanë kriju që të 10 vjeqaren e kanë pritë që gjeneratën e pas luftës më ndërton. Edhe kanë kriju që të propagandën, çdo gjë, sepse këta kanë funksionu mbi propagandë, do me thonë mbi gërishtër. Çdo gjë që ndonjëherë ne kemi po fjali që kanë thonë kontekst të kundërt. Po këta i kanë këput insertet. Për shembull, e kanë kriju një situatë tjetër dhe kanë publiku pastaj. Kthehemi te ajo pyetja që e bënë në fillim tek gjenerata që nuk po mësojnë. Sepse ne po të kishim një gjenerat shkolluar, s'bëjnë vetë analizë. Po të kishim një gjenerat shkolluar, një gjenerat vetëdijshme, nuk do t'i merrnin si të mirëqenia çdo gjë që publikohet sot. Do të kthehej mbrapa, do të analizonte ku është thonë kjo, nga kush e thonë, pse e thonë, çfarë konteksti. Ata i kanë pojnë sete, këta i kanë shuajnë sete, do me thonë fjalë shkurtra që në morën kuptim tjetër. Dhe për ata u kone mirëqen, për këtë gjenerat është e mirëqen. E ka thonë kështu, kry, ai nuk e merr fare mundi mu kthy mbrapa me gjetë origjinën e asaj që është thonë. Për ato, që kjo kriju pastaj që ke gjenerat, edhe sot e kemi gjeneratën e TikTok-it e këtyn, që këta nuk logjikojnë, nuk merren me analiza, që nuk e përdorin shumë trunin, edhe ai sot jeton në një shtet ku supozohet, domethënë me të ndëgjuar edhe me ato që edhe shikojmë, na nuk e përjetojmë. Domethënë funksionon një sistem i rregullt shtetëror në Francë. Duke qenë si edhe në komunikim përditshëm po themi me institucionet qendrore lokale në koordinimin, facilitimin e komuniteteve, grupeve të interesit që kanë nevojë për ato institucione. Po du me të pyet sa ka ndryshuar domethënë që kjo optika jote duke qenë si jeton në Francë për shtetin e Kosovës. Kur e bën aty kur ulesh në një mbrëmje, edhe je tu i shiku lajmet edhe ulesh e bën një analizë. Thotë çfarë u ndodh me shtetin tam, me vendlindjen teme, që 26 vjet lirë, që 18 vite e pak më shumë pavarur, edhe hala për mendimin tim hala s'u moshëm men, mu sill si shtet. Këtu ka Ç'është kjo optika jote pe Francë? Sepse A na shet domethënë sigurisht se tu bazuar çto çka mundesh me thonë ti me analizu ti, na e kuptojmë ç'është na shohin ambasadorat. Nga se e thash edhe një vend tjetër. Puna është, thash më jetë kur je këtu mbrana, që të presion, që stresin ditor, vetë jeta nuk t'jap mundësi me i po gjonat me detaje, me kokë të ftoftë. Me po gjonat me kokë të ftoftë. Sepse nuk ki mundësi, se je në qatë presion, nuk t'jap hapësirë. Kur del nga një kanë tjetër, dhe me thonë, ku nuk e kimo këtë presionin, këtë stresin ditor asishe, fillon me mendu ndryshe, sepse fillon me po shumë gjona. Është si puna e futbollit. Lojtarët që luajnë, ata që në teren, nuk e shohin këtë terenin, dhe me thonë, nuk shohin çka ka ndodhur. Ne që jemi shikuar se shohim këtë terenin. Për shta neve, ne i kritikojmë lojtarët, ose u thojmë që këtu gabova asishe, ato nuk ka qenë gabim, sa i ka qenë në presionin e lojës, ana nuk kemi pas kohë me po krejt çka ka ndodhur, kemi pa të dy ekipet. E njëjta gjë është edhe në politikë, domethënë. Kur del nga një kanë tjetër, pastaj ki mundësinë me kokë të ftoft, me po çdo gjë që ka zhvilluar. Atje për shembull, ta zojmë Francë, edhe atje ka debate politike. Ka madje debate të tashpa politike. Po çdo gjë ka një kufi. Askujt nuk i lejohet me nxit tjetrin kundër tjetrit, sepse në moment që ti e nxit tjetrin kundër tjetrit, ti përballesh me ligjin. Ose nëse shpif, nëse nxjerr informata të pasakta, ti përballesh me ligjin. Ose nëse ofendon dikon, ti ke drejt me kritikun. Secili atje ka drejt me kritikun. Po flasim me kritiku, jo me ofendu.
ne kemi drejt me kritikuar presidentin për mënyrën e qeverisë, por nuk kemi drejt me ofendu. Në moment që ofendon, ke kalu diçka tjetër, nuk je mon kritik. Pastaj përballesh me drejtësi. Tu të me sjell çat kulturë këtu. Secili kemi drejt me kritiku, po duhesh me kritiku me fakte. Jo me ofendu, jo me akuzu, jo me nëse është objektiv prizmi, këta ka kontash me shku paraprakisht, më përball me drejtësinë. në shtet. Pa disa herë shtonë kuvend Kosovës, E di, po kryeministit e presidentit asaj kohe, kryeparlamentarit kriminal, me termin kriminal, një drejt për drejt. Një shoqëni normale, ti nëse i thu dikujt kriminal, thirr prokurori. Thot hajde ma dëshmo edhe me qitë faktet që ky është kriminal. Kur shkesh ti aty e thu, unë e kam dëgju, thot këtë herë ke dëgju, po jenë tjetër nuk dëgjon. Sepse ta kallzo vendin. Jenë tjetër ti motesh 3 herë, çka më fol. Unë thash me kritiku, ki drejt me thonë. Cili sistemi i drejtësisë? Cili prokuror? Ti fol ç'është do duhet me funksionu. Kuptimin, po thon kuptimin praktik. Çaj prokuror, çaj gjyqtar, të cilit para të cilit e pranon fajsin Blau Konjuksa, sekretari i kuvendit dhe gjyqtari thotë jo s'ki bu faja. Jo, kjo është gabim se kjo pastaj ti pikërisht që kjo lloj drejtësie pastaj e nxit këto gjëra. Çaj prokuror që i thot kryeministri thotë nguxof shkatitit e unë se unë do të zvi, edhe ai nuk i shkon, nuk guxon me shku. Edhe ato e kom po, domethënë edhe gjë. Jo, po kuptimi i paradigmat. Po i nxjerr paradigmat. Absolut, jo ka qenë ajo ka qenë dobësi e sistemit gjyqësor në Kosovë. U kry këtu. Sepse një sistem që gjyqësor i pavarur publikut. I pavarur, ai nuk të pyet kush je ti. Jo që ti nuk vjen te ti. Besa shkon edhe i thu, a kam ardhur mo? Si që ki me shku. Sepse i lëshon urdhër, vinë të morën për kras, lëjnë me prekas me kom tokë, edhe të vizatojnë para prokurorit. S'ka rëndësi kush je. Nëse jemi me imunitete, me kësishtë deputetve, këtu ti komplikojnë pak situatat. Po dhe për këtu gjithmonë ka zhjithje. Une, në bazë të informatave, jo zyrtare, që i kemi marrë, i bjen domethënë që këtu ka ra halo në një pozitë halo më të rëndë prokurori i çështjes, po edhe sistemi prokurorial, se sa veç ajo që ka dalë media. Të dytë, po ky politikisht veç, po i tav nuk e di çka ka ndodhur. Sa i ka shku ka dëshmu, i kamufluar, o hinj prokurori, ka dëshmu, e ka dhënë dëshminë e vet, o kry, o shmbyll çështja, domethënë sa i përket dhënies dëshmisë tinaj, edhe të dytë kanë dalë në kuptimin, jo të dytë, veç Albini ka dalë fitues politikisht. Jo, në këtë rast pavarësisht është Albini. Si dëshmia është, sipas këtij informatave, domethënë dëshmia është dhënë. Këtu edhe është palos, dëshmia është në akuzën. Kur kemi të bëjmë me drejtësi, këtu nuk ka, është Albini, është Ardiani, është ai tjetri. Tu politikoni nuk mundet edhe nuk duhet me kon fitues mbi drejtësinë. S'bën, nëse po dojmë ndërtu sistem. Sepse nëse ai sillet në atë mënyrë që është kryeminist, se ky qytetari thjesht po dashka me shku mjë lajmu prokurorit ose policit e tu s'kur ta thirr? Jo mre, se që shembullin e keq kur e ki. Shembullin e keq e ki kryet qeverisë. Dhe me thonë nuk funksionon kështu. Nëse dojmë me bo shtet, e këta ka në ardhë kishe me qatë idenë me bo shtet, po e kanë bo. Kretë kundër të njën të jo bo që 6 vite. Edhe i diasporës dhe përmenon që e kanë bu këtë kundër të në ka? Si se na kemi bindjen që diasporës ju e sheni një tjetër Kosovë. Tu e sheni një Kosovën sipas kutit Albin Kurti, sipas fakturës Albin Kurti. Që këtu është mrekulli. Absolut, edhe në diasporë ka sikur këtu ka lloj njerëzish, mos harroni. Çeta diasporë shumica janë çse shoqëni, domethënë që kanë ndërtuar pa shkollum. Po që i ka qit halli aty i ka quar arsyeja, ndryshme ti kanë dërguar atje. Po çata që kanë gjë këtu domethënë, ti nëse ai s'ka qenë gjendje që tu me reflektu, me gjyku, me mendu, se atje po do i kam i buaj. Ata e bazohen krejt që ka thuhet rrjetet sociale. Këse e ma peta këta kanë pas shumë fort propagandë në rrjetet sociale. Tash sot pishojnë pasojat. Sot veç ka fillu me dal shesh që ajo në fakt që e theshin ish revista që ata kanë pas operacionet, thëmë kështu, operacionet koordinume propagandës. Kur e kanë shtinë shenjeste një personalitet, një politikan, këta e kanë bu kërdin. Pa pas faj, pa pas hakasile, po i qëtu montazhat, drejtësia mos funksionon, mos reagon, dhe ja ka dhonë lirin atyne me të shajt. Imagjine, kemi njerëz që kanë dhonë familjar në luft, besa janë edhe invalidasishe, edhe qonë të bëjmë bashkë me shto. Kërë më lidhë me çështjen e interpretimit edhe të shpëllon, që thamë të jekun dekadën e parë pas luftës edhe si gazetar.
E sot ç'është që gazetarinë që po zhvilluar. E para, Jo vetëm këtë pjesën analitike, domethënë, studiove, po edhe raportimi, mënyra që raportohet, mënyra që krijohet lajmi, mënyra që interpretohet ai. Mas pore, ne jemi bëm duket Sa jemi me distancë, sa larg jemi me distancë me ato që po generis, me thonë kështu që nuk ka media të shkruajnë. Me thonë nuk kem ty po në shtet që nuk kam gazeta që dolin çdo mëngjes. Po flasim media të shtyp. Kjo është për dikon mundet me qenë avantazh, po unë e di që edhe në shtetet që kanë kulturë me qindra vjeçare kanë gazeta. E vërtet që sot mi krahasu teknologjinë me gazetat, e gazetat gjithmonë do ta kenë lajmin e dieshit. Ç'është i bjen me pas lajmin e dieshit, a këtu mediat e rrjetet sociale, mediat vizuale këtu i kanë lajmet që kanë dalë tash. Po e ka atë lezetin e vet. Gazetaria asaj kohe ka qenë, unë besoj ka qenë shumë më kualitative. Shumë më kualitativ për faktin se as nuk kanë ekzistuar këtu dezinformatat që çarkullojnë në rrjetet sociale, e që mediat ne kemi parë raste madje televizioni publik që ka rënë pre e dezinformata. E ka bolend, domethënë imagjinoj televizioni publik publikon lajme të rrënjshme pa i verifikuar. Konton nuk ka pas kështu. Edhe në konton ka pas gazeta që kanë marrë anë politike të caktuar. Po gazetarët e asaj kohe po flas. Gazetarët e asaj kohe kanë bërë mune, kanë bërë punë të jashtëzakonshme. Punë të jashtëzakonshme me gjetë burimin, me bërë lajmin, sepse ne jemi ndërtuar në atë frym. Ne jemi ndërtuar në atë frym gjeneratës vjetër ku lajmi duhet të jetë i besueshëm. Nëse si ka ato 5 pyetjet e famshme, nëse si ka burimet, nuk bën mu publiku, sot gjithçka publikohet. Sot gazetaria, përjashtimisht televizionet tash që janë, po televizion ne shumë që këtu bu komercial, ka shumë komercialitet, biznes po ty bu. Po kjo që shohim sot që çdo i dyti ka kriju, them kështu, një portal, ose çdo i dytin shem me një mikrofon edhe me një kamerë ose me një aparat në shesh, kjo nuk ka gazetari. Këtë janë të bo për shikueshmëri, të bo biznes, kjo nuk është gazetari. Gazetari ka qenë dikush tjetër ku ka folë një zyrtar, ku ke marrë një burim të caktuar, domethënë, sot gazetaria, unë për veti thash kam punuar ako gazetar, po sot nuk është që lakmoj me punu gazetar. Pse s'ka para? Jo që s'ka parë, po nuk ndoket më interesant si profesion. Nuk ndoket më interesant si profesion gazetaria. Sepse çdo gjë, sidomos tash që ka hyrë tek inteligjenca artificiale. Unë nuk ka. Do thonë kjo që shpjethu, që po interpreton jo, po i vjen që mediat e sotme në Kosovë më shumë ndihmojnë ngritjen e tensionit sa uljen e tensionit me ndërshoqëror. Tu e përfshi edhe këtë ndërmjet dy Kosovave, qysh hipotetikisht fjaloj me anë ti kësaj epizode. Ti emisioni. Tension e di ku e ty desh me çide më thon mes. Apo bujnë lajm domethënë veç për clickbait, veç për me marrë sa më shumë algoritëm. Po kjo eventualisht me fitu. Ti i shes sidomos jo me informuar shoqërinë me çka po ndodh. Sidomos portalet, nëse i shohim portalet sot ata krijojnë titull bombastik. Edhe për titull bombastik, se zemëria kthena ti lufoj ty edhe një kolegu tonë që s'ja përmend janë. Ju ka duhet me dal dikun titull bombastik. Po kur futesh brenda s'ka kurrë. Tashti, si thash më herët, njerëzit e marrin veç atë titull. Kur çes marrin, ata nuk kinë me lexu, e marrin çat titull. Edhe pastaj që ajo diskutohet në rrethet e caktuara. A dëgjove çfarë ke shkruar ose a dëgjove çfarë ke folë? Në fakt nuk ka hyrë me lexu tekstin. Edhe bazohen çto. Ata i bëjnë këtu titull për çështje biznesi, domethënë me tërheqje një shikueshmëri. Se e vërtet sot rrjetet sociale e kanë zvogëluar edhe çështjen e sponsorizimit, sepse unë më mend kohën tonë mediat kanë ekzistuar fal sponsorizimit, qoftë privat, qoftë publik, domethënë reklamave këtyne me çato kemi mbijetuna. Jo, sot reklamojnë. Jo, për shembull që nuk vinë me reklamu të na. Po sot është shumë afër nuk mund më na mbi vendos. Media të tjera ja një litër ja dërgon edhe ai ja përcakton për një muj ditë se çka kujt duhet më ra, kujt duhet më mshu, çka duhet më thon për filonin, çka duhet më thon për se. Po është edhe çështja. Këta lulexhelat që po dalin. E kanë edhe malet vet tash me bë publicitet. Përpara nuk kanë ekzistuar këto. Për shembull një kompani e caktuar nuk ka mujt me bë publicitet vetëm. Vetëm me qit ato pano të mëdha që ishin për rrugë s'ka pas më shumë. Edhe detyru përmes media me transmetu ato çka ofron ai. Sot ta bojnë e ki TikTokun, e ki Instagramin, e ki këtu, ti krijojnë vet imazhe, ti krijojnë vet faqe, ti krijojnë çdo gjë vet. Domethënë,
Kjo çështja tjetër që po thotë ti mediat që shkojnë pastaj ofrohen, kjo është diçka tjetër. Kjo është që me miq me mediat, mos me hinë në shenjesët të atyne. Çfarë vjen që mediat janë shantazhuese? Ki plot media. Pronatë media janë shantazhuese. Nuk po them shantazhuese, po ki plot media që mbijetojnë falë tyne. Ti s'e thuvi shumë për tham. Jo, ti mundesh me thonë, por nuk them si shantazhum, po mediat, shumica mediat sot mbijetojnë falë këtij bashkëpunimit të heshtur mes politikës, besa biznesit edhe këtyne. Se s'kishim mujt me edhe lajmi. Po, pastaj lajmi, thash unë edhe në kohën tonë ka pas media që kanë mojt tonë. Absolut ka pas. Edhe sot. Kjo është demokratike. Ha? Demokratike. Po, ndodh konceptualisht. Kush më kanë është? Veç dush me mkallë. Veç me kesh informu. Jo, veç dush me mkallë. Sepse ne jemi shoqëni e re, nuk dim çka janë ideologjitë. Ne bisedum edhe ne po duam të them këta, nuk e dim çka janë ideologjitë politike. Sepse ka media që mbron ideologji djathtë, ka media që mbron ideologji të mëdha, ka media që mbron ideologjinë e qendrës, ku gjë të keqe s'ka. Këtu nuk i lëm fare në media, se shumë as po parti politike si kitë ndonë. Po, prandaj po them këtu nuk e ki. Ta i thonë jam idiot, sa kur t'ja shikosh politikat del kredi mojt, ose thot jam i mojt, kur t'ja shohësh politikat del kredi djathtë. Domethënë, s'ka unë për shkak pas problem, për shkak unë s'kam mujt me një politik. As s'kam mujt me gjet vetëm politik se ti ke shku te një parti ka thonë një mediat, kur e ke ky plan programin ose veprimet qeverisë këtë kontra, ose ka thonë një me majt, ose socialdemokrat, ose qendrës, ku ja ki pa veprimet qeverisë, nuk e mune këtu. Se ku flasim për ideologji, janë do parime. Qoftë ajo, qoftë tjetër, janë do parime që ti i përcjell, ose i mbështetet, pavarësisht si pëlqen atij tjetër, ti i e përcaktuar bash atë. Edhe çatu lufton me harrova me fytë edhe çto për mendje mas lufte, domethënë. Konceptualisht çu shikoni përcaktuar, unë e di vish publiku. Mas lufte konceptualisht çu shikon? Unë konceptualisht unë më mand për shembull gjatë luftës dhe mas luftës kam qenë mbështetës i Ibrahim Rugofës. Nuk e mohoj këto. Bile këto thash qëllimisht vish për më tregu që ne kam qenë mbështetës si presidenti i Ibrahim Rugofës. Pse? Ka qenë njëri i kulturuar politikisht, po edhe si njëri. Ata pavarësisht se është sulmuar gjithmonë, do të ofenduar, ata kur nuk e ke dëgjuar duke ta kthyer njëjtën gjë. Përkundrazi, si thej ka lejonesh, dhe më merr me ta, më sup ko. Pastaj, unë natyrisht, unë kam qenë pak pjesë e luftës. Në front, kështu, direkt s'ko marrë pjesë. Absolutisht. Po, kam qenë në kuptimin që është dashur me qenë vëzhgues. Po tishe me qenë vëzhgues. A më si veteran, se domund edhe pse ke marrë pak pjesë, asnjë mënyrë të thojnë veteran, se këtu që tu bëjnë ngatresën e qëllimshme disa. Unë nuk kam. Kur thojnë që ka veteran të rënjë, për shkak se është numri 60.000. Unë asus po them që ka mujt me punë 60.000. Mosha ka mujt me punë më shumë. Po njerëzit pe keq kuptojnë, edhe disa pe keq interpretojnë qëllimshëm për konsum elektoral e politik, për me i godit ish komandantët e zonave, ish komandantët e luftës, ish udhëheqësit e luftës, duke thënë që ka veteran të rënjshëm. Nuk ka veteran të rënjshëm. Ka veteran që janë organizuar çet ditët e para të luftës, edhe pastaj pas ofenzivës së parë, e cila deri në farmose e ka demilitarizuar pjesën e ushtrisë ligjore të Kosovës. Ne kam fjalën për ofenzivën që e kanë marrë ushtria dhe sepse policia serbe. Lufta në Kosovë ti ke qenë më i vogël, po sa më majt mand 14 vjeçar. Po, ke qenë mjaftueshëm sa më majt mand. Ajo është zhvilluar në disa faza. Nuk ka qenë luftë konstante. Është zhvilluar në disa faza. Për shembull, unë edhe një shumicë e madhe jemi pjesë e fazës parë. Deri në shtator 1998. Deri në shtator 1998, për shkak kemi pas mundësi, kemi rezistuar. Po ne e dim, po është një pjesë tjetër që nuk e ka, për vërtet nuk e din çka ka ndodhur. 1998, kush ka jetuar në Llugajën e din që kur kanë marrë ofenzivën e madhe të verës, Gushtit, korrekt Gusht, kur e kanë marrë ofenzivën e madhe, ka qenë ofenzivë, ajo nuk ka për ne ka qenë luftë. Domethënë, ne kemi qenë sulmuar prej Jonës Gjakovës, prej Jonës Pejës, që aty është provuar lufta frontale. Prej Jonës Deçanit, më thonë kemi qenë sulmuar edhe ata kanë qenë pozicionuar më mirë se ne. Kemi qenë sulmuar nga gjitha anët, domethënë nga pozitat shumë të larta, pastaj kanë hidhur për tokë, sepse kanë pas makineri, ne s'kemi pas. Ne kemi regjistruar sa kemi mujt me regjistruar, po në fund s'kemi mujt. Më thonë kjo ka qenë faza e parë.
Faza e dytë pastaj ka ndodhur thon fund vitit 98, fillim 99-s. Kur këta punë ose BN-s diçka të misioneve zhguese siç. Pastaj është një grup tjetër, ndoshta që në fazën e parë nuk ka qenë, është bashkuar në fazën e dytë. Është i bashkuar ushtrisë shqiptare në fazën e dytë, domethënë. Pastaj janë ndoshta faza e tretë, thon, po edhe mundam të them është faza e tretë, për shembull këta që në Orpi Koshos, që në hipi kësaj unë, këta ndoshta në faza e tretë që kanë. Po do kur është vlerësuar që përpara shpëtu kufirin lufta më. Grupi i tretë ka Orpi kësaj, domethënë është në disa faza. Në disa faza nuk kanë qenë thuaj të njëjtit njerëz. Tham, një fazë kemi qenë ne, një fazën tjetër kanë qenë grupi tjetër, fazën tjetër. Dhe normal, pastaj ku mbledhen krejtallën në medalë. Po, ndoshta gabimi ka qenë se janë përzit termet. Në mënyrë ligjit, janë përzit termet, se nuk është absolutisht termet. Po, nuk është si më shku me luftu në front, sikur me shërbim kuzhinë. Nuk është një veteran. Për mua nuk është njësoj. Veterani luftës si, veç domthon veteran luftëtor dhe veteran që i ke shërby në çështje të tjera, segmente. Absolutisht, prandaj po them ligji. Edhe unë shoh plot njerëz që më çuditin çysh hin një veteran. Ato kisha bëu kontribus. Po veteran. Duhet është dash ligji mi precizu saktë shkanën kupton veteran. Shkanën kupton pjesëmarrës, shkanën kupton kontribus, shkanën kupton martesë, shkanën kupton dëshmor. I rëndë, me thonë, është dosh saktë mi përcaktuar të gjëra. E këtu pastaj ligji kalon hapësirë, edhe disa kanë keq shpëtuar, nuk po duhet me personalisht nuk kemi interesuar me pastru me kë, domthonjë se me pastru me thonë një të pafajshëm. Personalisht nuk ka të tillë që kanë asnjërin nga këto kategori. S'kan bë pjesë sepse edhe nëse kanë bë mundin e kanë bë për dy arsye, para se kon vendi janë, e dyta s'ke pas kam ja bajtë. Për bindjen time, ty po të më ta bëj pyetje, po bindja është e imja. Ekzistojnë sot divergjencat më dha mes kësaj Kosovës autoktone dhe Kosovës diasporës. Kush i ka fajt më shumë? Shkurtimisht. Po mediat që është diskutuar, themin thojza prapambetja, që ju kanë ardhur ura që të popullit të na diasporës. Emergjonat që ashtu shkurt sa ja qesin rregullcat partitë politike. Rregullcat është fjala vjetët e shkurta në për rrjetet sociale. Apo vërtet e kanë bindje? Jo. Se duket sikur i flasim dy gjuhë ndryshme. Jo, nuk është dy gjuhë ndryshme, para edhe ne jemi autokton. Vetëm që jetojmë në vend tjetër. Thash në thojza, Kosova autoktone kam fjalën për këta rezidentët. Po, di. Edhe Kosova diasporës, këta që jetojnë edhe në Kosovë, besa në Kosovë më shumë që jetojnë në diasporë. Po fajtori kryesor gjithë këto është politika. Ta du ta di, sidomos politika vitet fundit. Shqiptarët kanë ekzistuar prej besoj mes viteve 60-70 të parë ndoshta që kanë shkuar. Kanë jetuar atje. Edhe kur si ke dëgju ty konfliktua mes vete, mes atyre që janë këtu sepse ka vërtet ka konflikt, ha. Them kështu mes familjarëve që jetojnë këtu atje për shkak mënyrës perceptimit gjonave dhe të kuptimit. Politika, sidomos kjo politika fundit, kjo ka bërë ty përdor propagandën e para. Rrjetet sociale dyta, dhe që ta vivju që po thotë që to insertet propaganduse kundër tjetër. Ty, që thash më herët, ty fut që më thonë në kontekst të asaj që e përshtatet. Jo, në shenjestër. Individ, parti ose lider caktuar. Familjet e tyre, ose familjarët e tyre, pa pas hakasile. Domethënë, po ata e kanë bërë për qëllime politike, që thash unë e kanë bërë për qëllime politike me orën pushtet. Tash kjo e ka kriju se përpara nuk ka ekzistuar, unë prej vitit 2010. Derisa kanë ardhur këta nuk ka ekzistuar ç'këndoi. Ka pas njerëz që kanë votuar. Madje as mënyra e votimit nga ana diasporë nuk ka qenë kaq e theksuar. Në vite derisa kanë ardhur këta. Nuk ka qenë. Ka shumë. Sa më vjen zgjedhje. Absolut nuk ka qenë. Edhe s'ka qenë rregulluar me lesh në atë kohë. Jo, po ne kemi pas drejt me votu. Absolutisht me pesmore direkte. Po, ta e kanë zi që të konfliktin thojza mes të dy anëve. Ty shpif, ty mashtru. Njerëzit ja kanë kriju idenë përmes, thash, njerëzit aty nuk kryejnë lajme, as nuk kurrë, ta kryejnë në rrjetet sociale. Përmes rrjeteve sociale kanë kriju një Kosovë ndryshe. Po me ta bëu kështu, domthon pyetje më direkte. Kush jeton më mirë sot? Me
thonë kështu në Kosovën rezidenciale apo ju në Kosovën e diasporës? Jo, shumica, flas shumica në aspektin ekonomik kështu. Domethënë e kam fjalën në përballje me çmimet, në përballje me përveshmërinë, me shërbimet administrative, shëndetësore, arsimore. Jo, në aspektin ekonomik, nëse ki fjallë administrative, gjona tjera, normal që ata, sa atje ka ligj, atje ka shtet. Që ka shtet që kujdeset për qytetar, pavarësisht ti aje shqiptar, aje Azis, aje vjen për vendet Afrikës, aje vendas në karensi, atje ligji zbatohet për gjithë njësej. Do thonë shteti kujdeset për hallin e njerëzve. Për shembull ta zojmë sikur këtu, shet ty inflacioni ka shku 6-7. Atje nëse shet që inflacioni është ty flutu, shteti merr masa. Ose çmimet të karburanteve, që unë për shoh prej që ka marrë, dhe me thonë është paktën njofta është 20 cent, paktën që është rrit, benzina është dikun 15 cent që është rrit prej që ka marrë, dhe me thonë menda 3 javë, që është rrit çmimi. Atje nëse shohin që je kurba e rritjes, po është e madhe, shteti ndërhyn përmes masa të caktuara. Këtu mi moza po thotë nas po do të vu shtet diktatorial. Ekonomia e tregut tjetër. Nuk jemi na Kosova ekonomia e tregut ose më demokratik se aty ku jemi na. Harrohet punë. Aty shteti hin me mbrojt fuqinë ekonomike të qytetarit vet. Aty nuk ka shtet demokratik. Shteti merr masa të caktuara. Për shembull ka shtet që e ule TVSH-n, ka shtet që jep çeka për energji ose karburant si formë kompenzimi. Ka për shembull edhe qeveria jonë e shpëndoi ka 100 euro. Jo, ato gjithmonë çështja raport që shpëndohen para zgjedhjeve, ato janë çështje vota, nuk ka të bëjë me asgjë, se me 100 euro ti jep 100 euro sot, nesër në fund të muajit ti marrin për rrymë që ato 100 euro, domethënë nuk ka të bëjë aty. Po shteti aty kujdeset gjatë 365 ditëve për qytetarët. Jo veç kur vjen zgjedhja. Atje bile kur vjen zgjedhja ata zgjojnë hiç me prek buxhet. As me përdor, as administratën, as buxhetin, për me që ndalon. Po duhet, s'ka rëndësi kush është. Atje nuk guxon ti me përdor, madje kur t'i afrohet zgjedhjeve qeveritë, vërtet janë teknike. Domethënë janë mirë mbajtëse, sepse është e vështirë, po për shembull shteti ku jemi është presidenti gjithmonë që ka pushtetin, ai qeveritë shkojnë e vinë, ai është gjithmonë shefi. Ai vendos, ai merr që thush vendimet përgjithshme ku janë në interes qytetarëve, ai merr vendim, pastaj qeveria i zbaton. Po si ndarja pushtetit atë, atëherë reagojnë, thash ka forma ndryshme që ndihmon qytetarin. A është Kosova e diasporës vërtet shërbim të kësaj Kosovës rezidenciale apo vetëm për kushturit e votash? Nëse keni aspektin politik, në gjithë aspektet. Edhe në aspektin ekonomik, politik, për shkak se po ka shumë zëra, në 9 zëra, që thonë që përveç se votojnë themi, po interpretojmë përveç se votojnë gabim në raport me gjendjen aktuale, me gjendjen reale që ka Kosova, edhe ndikojnë nëpërmjet remitencave të tyre tek familjarët e tyre që edhe këtu me votu sipas bindjeve të diasporës. Këta të fundit nuk e di, po thash nëse flasim në aspektin politik, këta sidomos po flasim këta që janë sot. Po flas mbi bazën argumenteve praktike. Jo, këta e përdorin krejtësisht për qëllime politike diasporë. Pa asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër. Ne kishim rastin e fundit 3 ditë u bllokun njerëzit në kufi atje te Kroacia. Po. A boni diçka që qeverimi ju dol zot çapi. Përveç propagandës rrjetet sociale, siç asnjë vetë. Jo, po ka ndërmarrë diçka. Tash domthon gjithmonë para se me ardh kua, me ardh ju diaspora atje, ndodh ky Vidovdani, organizimi i komunitetit serb këtu në Gazimestan. Edhe gjithmonë këta e përdorin çat organizim nëpërmjet policisë, sikur pe i luftojnë infrastruktura shkudione, i gogolizojnë. Unë s'po them që aty janë krejt serb mirë. Ka edhe të tillë që vinë me bo skandale, me nxit. Ai që vjen me bo skandale përballet me ligjin. Po duhet më përball pak më në kuptimin ti je shteti, duhet më përball me ta pak në mënyrë më mistike, më konfidenciale. Jo ashtu para kamerave, tu i zhvesh, tu i shty, tu i ngre, tu i ashtu se ajo është nxitje. Edhe ata qëllimisht e bujnë, ato për mi dhon arsye alibi vetes që ju diaspora kur po vini nëpër Serbi, ju dal prit, më thon det pekerit me ta hallakot kjerrin në familjen, sikur ti ishe ai kriminal ordinar. Edhe normal që ti secili shqiptar ja ki me gjet një
themi një simbol të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ja kemi gjetë një flamur kombëtar, ja kemi gjetë një flamur të Kosovës, edhe konform se asaj pastaj po ju shkaktyt e lashe. Që ky është kontributi, thuaj se po them kontributi. Foli nga përvoja ime, do të thonë, kom dëgjuar raste për shembull, ata që vendosin me kalu nga Serbia, du ta kenë një gjë qartë. Nuk mundesh një vend që ti je ende konflikt, ende luftë në fakt se nuk ka asnjë paqe mes dy, me pretendu me kalu anë dhe me provoku. Nëse provokon, ta dish që ata nuk të falin. Ata s'na kanë falë këtu kur kanë qenë, domethënë flasin vitet e përparshme, po të falin në territor të vetë, nuk falin. Dush mu sill si çdo vend tjetër, mirë të kulturuar, duke zbatu ligjin, pavarësisht çfarë ligji. Se po thu që kanë guxim mu sill si patriota. Jo, ka të tillë që mendojnë që po do me kallëzu patriotizëm, ai ja vun vet. Duhen me pas kujdes. Mos si pa arrestuar, po thon pastaj jo, si patriot jo ma pa shqiponi ashtu po. Duhet me pas kujdes çu sillesh. Çu sillesh se nëse sillesh si kapadai që them na, se moje patriotizmi për veti, moje ku ta kërkon nevoja, mos provoko situata që pastaj ndikojnë te ti ose e pagun vet. Ne kishim edhe raste ku djem që në rrit për shembull jashtë, vërtet e dojnë këtë vend, e dojnë shqiptarinë e asishe, kanë bë tatuja asishe që kanë vdek në burgjet tyne, po flasim tani vitet fundit. Po. Duhesh me pas kujdes, sidomos kur je me familjar, duhet me pas kujdes çu sillesh. Nëse vjen koha me kallëzu patriotizëm, këtu jemi. Ky vend, po jo ti me kaluni për shtetin armik, njëtën kohë me kallëzu patriotizëm se nuk të fal. Sigur tanti që nuk i falin. Secili që vjen prej onës atyne me këtë tregu patriotizëm këtu ose me na provoku, ata tanti që nuk i falin. Domethënë, policia reagon më të mirë të mundshme, duke ja tregu vendin secilit. Edhe ashtu duhet. Duhet me pas kujdes sepse pastaj po na kushtojnë shumë. Kthehemi te diaspora edhe një. Thash në aspektin politik. Për çka po shërben diaspora? Në aspektin politik veç për vota. E kisha një debat në një vend tjetër përpara, për shembull në shtete sidomos Gjermani folse, Gjermani, Zvicër, ndoshta Austri, është më edhe mësimi në gjuhën shqipe. Ku vitet fundit flet më kush para. S'ka domethënë. Shtetin ku jam unë s'ka hiç. Arbëria në Govë, ja din sa shkollën e ka promovu. Jo, nuk është më asaj organizimi që ka qenë vite më përpara, as nuk është ai entuziazmi, as nuk është ai investimi nga, se jo vetëm nga Kosova, por nga Shqipëria duhet së bashku. Nuk është më asaj investim, domethënë një farë formë unë kam bini që në harru. Këta s'po komunikojnë që tu? Vetëm kur vjen koha zgjedhje këta aktivizohen. Vetëm kur vjen koha zgjedhje këta aktivizohen. Vini hapin dek. Me marr, me aktivizu qendrat edhe me marr votën sa më shumë që të jetë mundur. Ndyshin fola në aspektin e edukimit. Pastaj është baza, bazamenti është. Po, pastaj për me një shoqëni lidhur me vendin ekonomike, unë shoh pasi organizon kështu, po shteti duhet me pas politika, me tërheq investimet. E me ardh dikush me investu këtu, qoftë shqiptar që jeton atje po rregull, duhet me kriju siguri. E jo me thon kryeministri unë nuk i shkoj prokurorit. Ti aty jep sinjal të keq. Ti ka kallzon aty që këtë vend ligji nuk funksionon. Je i fort, ligji për ty zlen. Ai çu shko marrë dhe me investu miliona në Kosovë, nëse thotë që nëse filoni ka shumë i fort, ma bën një pa drejt. Ku më ankune? Ku më shku? I harxhej parat, falimentoj, kthena me gishta. Ka nevojë të kryeprokurori. Si tash domthon po shkon direkt te Albina Haxhiu, si u dhe presidentes ose te Albin Kurti si kryeministër dhe i zgjidhën tani. Jo, ti fol imptimon, po them këtë kuptimin se deri dje kanë kritikuar që për shembull Lëmezi duhet me shku me ardhe lezi për shkak se Lëmezi është i kapur prej ish pushtetit tash pse. Domthon tash si ka as dy javë si boni që ka marrë detyrë prokurori i tyre. Edhe del një ajt si kur fjalimi i Aleksandr Lëmezi kur ka marrë natë buat detyrën, të njëjtat pikat prioriteteve ki. Unë posh ato prioritet, ato nëse zbatohen janë fantastik shumë mira. Fanton dëshirash. Jo, nëse zbatohen, për çfarë detyrë është aty? Problemi është me sa shkiti me luftu korrupsionin në nivel nalt, kur thuhet edhe asaj që kur ka dekretu një ish ministër, te cili si shkuj ke thonë pasha zotën nuk më ka ta bëj personalisht.
Nuk kem ka të bëj, kjo është veç më ka ushtrit e ty, nëse nga thonë se po një zona që po të thojnë që unë e kom veç me ty personalisht, edhe mas një viti, halo po puni vetë, e njëjta buhet ushtruese të detyrës presidentës edhe dekreton çto që të cilin e përqeshte në për studio sikur është shkuj ka lyp leje për me hetuese. Në ide, ajo po vjen të ajo që po thu ty ky është ku u shpërlo, pastaj pasi që u shpërlo, kjo ja ka dhënë miratimin edhe ka bëu kryeprokuror, ajo është ku që thush i ka rënë gjën politike, si ka thonë unë s'jam kundër juve, nuk jam. Që kjo është lezë që e thëshin, do më shkulu mizin orë dhe lezja? Që ky sistem po më nej diskutues me dy fola sistemi, unë prej fillimit kam thonë, nuk është çështje individe. Po sistemi është ndërtuar gabim këta. Ka nevojë për korrigjim. Edhe jo ndoshta për shkak fojit ton, sepse na dim ndjenjë ne s'kemi pas kur gjendo. E ka pasur Miku, pastaj Bashkimi Evropian, e këto domethënë ndoshta ata kanë lënë çto pasojë na kanë lënë që sot me gjet që thush fajt, më thonë hapësira në ligjet caktuar hapësira që mi përdor çato hapësira me përfitu vet. Secili që vjen pushtet tu me përfitu. Edhe këta si ata më përpara, i kanë gjetë çto hapësira ata, që ta bëjnë njërin e vet, që ne mendojmë që është i njëri tyne. Po nëse punon ai për shembull edhe prioritetet që i publikon ai i zbaton, aty s'është i kukune, ku më marr, po ato e shohim, shkojnë shumë gjatë edhe e shohim. Njëra kujt i drejtohet, kanë atakojnë, kanë hetojnë. Njëra si jetojnë, ato shpejt i marrin vesh. Nëse vërtet ky fillon me budrellina si kryeprokuror, ne e marrim vesh atë punë. A ka drejt, domethënë, sipas kësaj që ka diskutuar, po jo vetëm kësaj që ka diskutuar, por edhe në ato që e analizojmë çdo ditë jetës tonë. A ka drejt diaspora me vendos për fatin politik të qeverisë së Kosovës? Jo, që nuk jeton 365 ditë. Jo, unë edhe para se më shku vet jashtë. Po mas që kom shku jashtë, kom shku. Ose a ka drejt Kosova autoktone, me që tash vish jam të e përdorur këtë farë termi, që më thonë, ju s'keni drejt me vendos për fatin tonë që ju as tatime s'paguni këtu. Për kundër kësaj që ja ka nisë me marrë do sociale, do ndihma, do shtesa, ja ka nisë me marrë diaspora. Ky është gabim i madh, domethënë njerëzit që këtu njashtë me marrë shtesa për fëmijë këtu, ky është gabim. Si ty e tu këtu, ti kesh përdor buxhetin. Po jo unë që ty e kesh përdor, që po ti marrë parë. Pa i ministri, ai që ka bërë ligjin, ai është ty e kesh përdor. Sa ai duhet me ndryshu ligjin. Veç banorët rezident ose të përhershëm i marrin benefitet këtu. Përjashtimisht pensionen. Pension sepse ki plot shqiptar që kanë punuar në perëndim, janë këtu dhe marrin pensionet për shtetet kuj se kanë kontribu. Po. Është diçka tjetër. Po këtu tjetër ndihma sociale për fëmijë. Ai njëri nuk është thjesht jetu këtu qysh. Siguronë me jetu këtu, më thon shtetit ku jam atje, më jap ndihma sociale, më jap për banim, më jap për fëmijë, unë s'jam hiç atje. Më thon nuk të jap, shteti thotë, se vetë jetu këtu, jetu jashtë. Nëse jetu këtu, okay, nëse jetu jashtë, ndryshon ligji. Çat formë duhet me funksionuar dhe na. Tashti a ka drejt me vendos diaspora për Kosovën? Unë thash kom shku shumë kohë, ka vite, kom shku, kjo punë duhet rregullohet me ligj. Ka shembuj diasporës duhet i rregullohet me ligj votimi, që në kupton. Enti statistika ose agjencia kosovare për statistika që quhet. Ose këja. E din saksisht sa banorë. Sa janë në Kosovë, sa janë jashtë. Që aty në banorë sa kanë drejt vote. Përqindja e votuesve jashtë. Biçat bazë krijon parafërsisht numrin e deputetëve që mundin marrë prej diasporës. Edhe i thu, azojmë 7 deputet janë diasporës. 7 deputet votojnë për neve atje. 93 votojnë për juve. Edhe ai nuk mundet me ndiku të ti. Votohet në ambasada, votohet në konsulatat Kosovës, se cila parti mund mi propozu listën e vetë kandidatës, s'është në problem, edhe votohet vetëm për ata atje. Kush ti fiton, ti fiton. Edhe kjo pastaj heqet edhe që konfliktin që është kriju artificialisht mes dy ondëve e para, edhe ndikimin që pastaj po ankoni që ne po ndryshojmë rezultatin, hiqet edhe kjo me dyshje,
Edhe secili e din çfarë ka me Jo, unë kisha thonë që me sistem zgjedhor që është sa Kosovë, është shumë e rrezikshme me lun që me pas më shumë se sa po thom 4 deputet për diasporës. Për shkak se me 7 deputet ti determinon shumë gjëra. S'ka rëndësi. Prapë se prapë je në të njëjta soza. Je, nuk ka rëndësi për faktin se Si po e ki situatën aktuale të zgjedhjeve fundit të vetëvendosja. nëse Ajo me votat Kosovës nuk mund më shumë se sa 47 deputet. Ka e di, po kjo është diçka që nuk bëhet veç për vetëvendosjen. Po unë adhune po flas në këtë rast për vetëvendosin, po për kur asnjë partie nuk duhet me shërby me marr 7 deputet, 5 deputet, me marr shablon për diasporës. S'ka rëndësi. Duhet me pas numrin më të vogël se sa një grup parlamentar për shkak se mes me determinu Unë gabim. jam i sigurt që nëse Se mes të shkuptuam nuk jam kundër me votu diaspora janë. Këtë ata që ka e njerëz që kanë drejt vote, mos harro se mund të më shku 200-300.000 veta që kanë drejt vote. Po prandaj po them. Kur e kthen përqindje këtu, sa mundin me dalë? Prandaj po them. 50-50. Sipas Jo 50-50. Jo 50-50. Në bazë pjesëmarrjes trupës elektorale të Kosovës. Jo 10, po mund me ti bëu 15. 15, po absolutisht. Po prandaj po them. Mos u ankoni për 10, se nuk janë shumë. Unë po them që nuk do duhet se kjo i vjen masanë nuk i pse më shpenzu letra, Po edhe ngjyrë me ndryshu ligjin, leja pse të letë çu kanë. Jo, se ndryshon mënyra e mendimit e votës atje. Sepse pastaj kandidat propozohen prej atjetër. Edhe unë kur shkoj me votu. Partitë janë të njëjta. Po, kur shkojnë me votu, unë e di si që ky duhet më marrë me neve. Që ky deputeti, që ky duhet më marrë me neve, që ti na drejtonë. Edhe unë kur shkoj ta shoh argjendin, them cilës parti s'ka rëndësi, po s'po më pëlqen. Dalti ky tjetri. Edhe nuk është e sigurt se ti kemi marrë këtë deputet. Ja, se unë ta propozoj një kandidat që është shumë më i mirë, që ka dhënë kontribut, që është gjetë ofër bashkëdhëtorëve atje shumë më të mirë se partia jote dhe ma votojnë. Bisedojmë pasi të nalin kamerat për shkak se mundem me hi, mazane me thonë të tjerë që veç e ka pas vëllai ka lumë më gjatë kohën e intervistës. Dhe edhe një pyetje duket sikur është pyetja fillestare, po për me rikapitulu. Domethënë, pse ka shumë paragjykime reciproke ndërmjet këtyre dy Kosovave? E para. Edhe e dyta, çu duhet me trajtu njëra tjetrën çto dy Kosova, çto dy po them pole të njëjtit trup. Trajtimi nuk ka si trajtosi, ne jemi vllazën e motra. A duhet më shumë në kuptimin me përjetu jetën e njëri tjetrit e më pak me këshyr rrjetet sociale që ka plasojnë Po partitë politike ose grupet të interesit për çfarë do arsye, për çfarë do forme që ata shumica njerëzve përjetojnë. Se sot janë heq edhe liberalizimi i vizave, po janë heq vizat, plot që po vinë atje, pa shohin çu po jetojnë. Edhe diçka çka thuhet shumë të na. Që ta njerëz që e kritikojnë shtetin, qeverinë, çto, si dalin diasporë punë me Albinin. A është ky fenomen me të vërtetë shumë i shprehur? Jo, për shembull unë çat mendim që kam, s'ka rëndësi, a jem këtu, a jem atje, a jem në Amerikë, nuk ka rëndësi, unë jap mendimin tim. Ti po themi, nëse e pyet dikon shesh këtu, thotë shteti ka fojë, këtu s'ka kur gjë, këtu si thuhet, këtu s'ka, çaj njëjti del lajmërohet pe diasporës, thotë është një keq kuptim. Është një kategori e njerëzve që vërtet nuk dinë as pse votojnë. Unë flas me ta. Kur i bën pyetje për shemb pse voton filan partinë, ai nuk e din. Po i përgjigjen që komo për shemb prej notit filan partisë ose filan liderit e votoi këta. Pastaj ajo propaganda që e ka ndërtuar thash më herë se pikësejmë gjithmonë që këta janë kriminal, ta kanë vije, ta kanë shkatruar shtetin. Domethënë disa njerëz e kanë marrë seriozisht. Ata ai harron që kur vjen këtu ka kalon në autostradat që ata i kanë ndërtuar. Aeroportin që këta e kanë bërë. Domethënë këtu shka i shohin, ata i kanë bo. Tash ti duhet veç me logjiku. Nëse i ki ma shumë se 20 vjet. 20 jo po, 25 e tutje. Ose dhe 30, ti duhet vetë mundohen me thonë, kur isha unë para 30 vjetëve qëtu. Qëtu s'kanë egzistu. Që tashin, që shubu këta, që shë kanë shkatru këta dhe. Shkatrimi i bjen që edhe që e që ju kun, me e prish. Këta e kanë dërtu, ma vashësi që kanë bu gabime. Gabime kanë bo sa dush. Qëllimisht me pas qëllimisht. S'mundesh me thonë ti kanë shkatruar ata vendin. Çuçi kanë shkatruar vendin. Mitrovici, kur është liri ky Mitrovici? Unë e mojnë mand këtu, kam qenë këtu kur e kanë ngrej Zhak ish ministrin e jashtëm. Është ndoshta ende detyrë, është si qeverisi, duket tash i kanë më zgjedhur. Sa di është kthy ministri i jashtëm.
do ta shohim. Ka Vërtetoj. qenë ambasador, jo, ka qenë ambasador ti drejt. Po me këtë qeverinë e re ka pas bërë ministër të jashtëministër. Po pavarësisht në moment kur e kanë ngrej Zhag nga Mitrovica kanë Po sjell kitë drejt, se ko ka dalë në fotografi së fund me e kanë sjell midis Prishtinë. Ose më mand kur jo kanë qit pikat i kanë thonë boll është boll. Ja kanë qit pikat kufitore, kanë djeg. Edhe kanë rreziku, po ka marrë filmi. Tash këtu bondat, edhe ka shqiptar më reko bonda, Jo, Gjitha jo ka llojet. shqiptar, edhe ka pjesa veriore, se unë kurse planoj mi thonë ka Mitrovica domethënë veriore. ka pos Për mua bandit. është një Mitrovic, ka pjesa veriore, gjithmonë kanë ekzistuar shqiptarë dhe serbë. Po bashku Shqiptarët kanë qenë shefat, biznesin e kanë bërë bashkë. shqiptarët kanë qenë shefat. Biznesin e kanë bërë bashkë. Gjithmonë. Jem të thonë. Kto e din nga policia, prokuroria dhe Bondat që përdor për politikës kanë ekzistuar. Kanë ekzistuar edhe sot iki. Po me ato merret ligji, merret policia, merret prokuroria, merret gjykata. Marran. Po ti s'mund të më thonë e kish liru. Çka s'lirove? Ç'kënd është lirove ti aty? Kujt është lirove? Unë e një qatë Mitrovic që e një për vitin 1999. Pavarësisht që ka pas vështirësi, vetë këta të hujdit për shkak ndikimeve ose ndjeshmërisë e kanë Gjeopolitikës po lokale. e kanë toleru pak më shumë, kanë qenë më të butë, më aton, me asishe po. Atje ka pas policë ton, ka pas gjyqtar ton, është batu ligjion, ka dogona tona, ka kufitar ton, dhëmë kretjen tonat, normalisht me ligj, me kushtetutë të kemi dy gjyqësi, e ki edhe serbisht, pjesën veriore, po ki edhe gjuhë shqipe. Sikur e kemi ne, ta zojmë midis Prishtinë, i ki dy gjyqësi, tabelat ato se s'ki ka eman se e kemi me atu një kushtetut, e kemi pranu, duhet me zbatu. Çka deshta me thonë? Atje është kriju një opinion i votës i natit. Nuk ka vot, Me inercion. nuk ka vot atje që bazohet mbi ato që është. Ai votën e bazon mbi ato që ja ka kriju dikush bindjen. Dhe me thonë ai nuk ka mendim vetin prej natit. Është edhe një problem tjetër sa e kon vrejt, to duhet me pranu, ndoshta diaspora është mësu, që disa vite ma jetë, kur ka orë këtu, mirë po juve pak ma poshtë, ma të nënështron, mirë po ekonomikisht pak Ma të parë. top, po, një farforme ju më ju lutë aty. Vitet fundit, fatmirësisht duhet me thonë, pavarësisht vështërsive që i keni ju këtu, edhe njerëzit këtu me gjitha vështërsitë po jetojnë, po munden me ble kerr, me ble shtëpi, me shku ndeti, pse jo, me shkollu fëmijët mirë. Doket kjo dyqysh atyne ju ka ra si shok. Si ka mundësi unë atje për shembull thot punoj e fitoj që kaq, nuk po mund na me bu këtu, a ky më pak se unë është jetu, i duket që jetu jetu më mirë. E para e dyta, kur vinë këtu e mësu që kur vinë ata ju më najt gadit ose mirangjën. Vetë fakti që një farforme ta shtëpia bën një det, ata po një dyqysh përjashtuar, ti ta do të bëni mirë. Inferior ose i ignoruar. Do thonë, ka të bëjë. Do thonë ki fjalën si Duhet me kuptuar jo si jo shumë larg, fatmirësisht. jo shumë larg te këtij vitit, para shumë vit, para disa viteve. Një lagje e tërë shkoj kemi marrë dikon në aeroport ku vike për diasporë. Tash Tash nevojë se se kush e kjerë merr të kjerën kine- rend. Po, aty ki në aeroport, nuk ki nevojë. Po kjo do të duhemi bot lumtun diasporën Unë tonë. ka thonë, Jo më një keq. mirë se na ja ka hek një borë dhe atyne. Edhe tjetra që e kum dëgjuar vazhdimisht e kum dëgjuar. Na e votojmë këtë filon kandidat më kryeminist për shkak se ky ka m'jau konfisku juve këto që e keni vjedh, domethënë. Sipas bindjes një pjesë të diasporës, këtu në Kosovë çdo i dyti vjedh. Çdo i dyti vjedh. Prandaj më ka thënë Çdo i dyti që e ka një kerë të mirë nuk thotë që pas ke bu biznes, bravo, qoftë, po ja se ti ke vjedh, sigurt ke vjedh. e kom vrejta një fenomen se unë nuk i shoh njerëzit vetë si objekte. Unë edhe pak kështu i studioj, i fa sociolog. Problemi i madh është të këta që si shoqni kemi kogja shumë xhelozi. Edhe urrejmë shumë. Ne kur e shohim një njerëz që po ecë përpjet, nuk i them klumt, qysh me bëllë unë se ai. Ne këshim të kundërtë, qysh me e ka për kohë me është djekë sa ma poshtë. Me ngulfo. Po, mos me lu. Me ngadërsu, me ndalu. Po, mos me lu mu zhvillu. Po. Kjo ka na dëmton neve. Xhelozi negative, se ka edhe xhelozi pozitive ku ti shumë ka na dëmton që kjo që çet lloj xhelozi, çet lloj urrëtie që janë politike. Domethënë,
Pse ai ka bo? Ai ka bo se o gjetë momentin e dur, ka qenë më inteligencone, i ka bo. A ka vjedha si ka vjedha? Nuk është punë e jemja, është punë e drejtësisë. Albini si politikan nuk mundet m'ia marrë kurrë pasurinë, le ta harrojnë këta. Absolutisht. As ministri i drejtësisë, e vetmi kush mundet me marrë është gjykata, nëse ka fakte. Prokuroria, policia hetuese, gjon dëshmi që filoni gjithë këtë pasuni e ka ndërtuar mbi krim, ose mbi një natyrë jo ligjore, aty s'ka. Po me dorë me thonë që unë kom ja u konfiskuar rënë është ajo. Rënë është ajo propagandë është. Ata njerëzit me lista kanë prit me shku me lajmëru kur ta bën ai burgin 12 kat, atje Po le shkon le të lajmëron, po ai nuk vendos. ti me shku me lajmëru të Albinit se si besojnë prokurorisë. Po Albini nuk vendos kujt kush. Po për bindjen e një pjesë të njerëzve, Albini i thirr zotën kushte praktike, ndoshta edhe provon i thirr. Siç ashtu e ka mentalitetin politik, Albin Kurti. Mi thirr prokuror, mi thon, "Nesër ti shkon i bjen Hashimit, ti shkon i bjen Kadris, ti Ramushit, ti Fatmir Limes, ti Samir Ushtakut." Mund të ketë edhe asy gjonash. Prokurori edhe mund të lajthitet. Mund të ketë prokuror që lajthitet. E mirë është se këtë që ato du të më shku para gjyqtarëve. E gjyqtari pastaj thotë ka dalë se që të me timu fakte dëshmi që si prokuror ti kite drejte. Në një rast, Edhe kur gjykata ti pastaj. pret si i pandehur deri në 6 vjet. Kjo është gabimi i madh se dosjet janë ty shtyr. Ka të nxjerrë i papajshëm. Ka të nxjerrë mbi bazën e argumenteve dhe fakteve. E kuptoj kjo gjykimi. Ti e ke marrë gjykimin e publikut. Ty duka dje karriera, ti në Kofshekun ku me ditë kush. E kape një çështje që ne edhe pashtrimi e shoqëni që bëjmë gjykimin publik. Domethënë shumë i keq gjykimi publik, sepse paraprakisht je ty u shkatru ti, edhe që po thotë edhe nëse dele i faqshëm ty gjykimin publik ta kanë bërë. Që është që thash unë ty shumë fillim që thash, njerëzit i kanë shkatru përmes propagandës, ofendime, linçime, shpifje, asnjë njerëzit ju kanë kriju, ja kanë shkatru karrierën, ja kanë shkatru familjen, ja kanë shkatru jetën, ty shpif. E kemi të kalu sa s'buhet mu kohën, po gjithsesi. Po do të thonë, disa këtë çështje që po diskutojmë tash në fund, kanë kontribuar një mori prej tyre janë ish kolegë që sot gjenden secilin studio televizive, televizionin klasik e kompjuterit. Me thonë të Të drejtë. cilët janë bërë si kur ortakët. Si ortakët e bërë. Çdo natë mirë me llafe, të njëjtit njerëz, me llafe të ndryshme. Me segmente të ndryshme jetësuar. Pa pas as profesion, pa pas as praktik, por në jetën e vet. Unë munda me respektu ata si njerëz. Unë s'po ta determinu që respekton ti. Unë po them kuptimin profesional. Nuk i kanë kontribuar kësaj shoqënie as pak fare. Më ka du me dalë As pak fare. diku tjetër. Si njerëz i respektoj se s'kam as një të keq për ty, as më kam bërë keq. Kur flasin çështje I ka bërë shtetet e mos as mus as jo që sa ndoshta dëshirë kanë. Në Po, aspektin fort zoti më ka guxim. analizave këtyne jemi keq. Pse? Nuk mund të njëjti njeri mund me më fol për ekonomi, për çështje sigurisë, për çështje Për politikë jashtme, geostrategji, nuk mundesh ti se nuk je gjithë dishën. Ne duhet profilizohemi. Nëse unë jam për shemb politikë i jashtme, unë do të flas për çati, mos e thirr ti mu për ekonomi. E sotin sa stabiliteti akademiku na thë keni një na thë. Po, është e vërtetë, ti mundesh me kon shumë politikolog i mirë, po gjithmonë duhet të jesh edhe një ekonomist i dobët. Po në çet kontekst po. Po ju unë më u thirr si analist. Unë i përcjelli shumë debatet atje që ndodhin për zhvillimet ndërkombëtare, sidomos për luftën e gjeopolitikë. Unë shoh atje për shembull ku flitet për luftën thirrën generalt, që në pension ushtarak edhe ai flet. Aty kur ndëgjon ato ti e din një general që kam shërbyer në Kosovë. Ai kur ai flet me kompetencë. Flitet për çështjen për shembull luftën moderne, luftën e dronave. Vin specialist që e njohin detaje çu funksionon një dron. Dhe ata shpjegon ty flitet për inteligjencë artificiale. Ashtu se na edhe komisionistë dhe me fol për drona. Vin e flasin kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Vin E shpjegoj ke specialist marrëdhënie perfekte, e shpjegoj ke çu funksionon droni. Po kisha pas hala dëshirë për me fol, se na folim shumë aty për me na fol, me na pa edhe publiku. Po gjithsesi kaq kishte ku. Faleminderit për ftesën. Për këtë intervistë. Të parë uroj që të mos jetë e fundit, na erdhi mu lidh direkt. Unë shpresoj. Mu lidh direkt me PRT-s, ka dhe. Çdo herë pas here, ku të na zini mos na lëshoni. Unë falenderoj shumë për minutat.
që më dhe Hajde, për kush ka të suksese. drejtë. Edhe shikus nderuar. Në fund të këtij rrëfimi me vllajin tim Ardianin kuptojmë se nuk ka dy Kosova. Por ka vetëm një kënd të ndarë gjeografikisht, nga sfidat e historisë. Diaspora nuk duhet më pa vetëm si vot apo si remitancë. Ashtu siç Kosova autoktone, siç po I themi ne në këtë intervistë, nuk është vetëm një vend ku vjen për pushime. Respekti reciprok, institucional dhe njerëzor është e duhura për rrugën tutje për të mos e kthyer këtë ndarje në krizje permanente. Unë e falenderoj Ardianin, jo si vëlla, po si një mysafir ndër shumë të tjerë që kanë qenë, dhe ndër shumë të tjerë që do të vinë, edhe jemi të hapur për të thënë secili rrëfimin e vet, por pse jo edhe analizat e tyre për kitazi me zhvillimet, jo vetëm Kosovë, por edhe në diasporë, por edhe për rreth kombit shqiptar. Storm Kosova është vërtet historia e së vërtetës dhe informimi pa varur. Nuk kemi njerëz që friksohemi, që na bivendoset dikush, që na sponsorizon dikush edhe na determinon dikush të ardhmen tonë mediatike dhe prandaj jemi të sigurt në ato çka themi dhe në ato çka plasojmë për juve si publik që na përcjellni dhe që jemi krijuar si një lloj interaksioni ndërpersonal. Natë mirë edhe mirupafshim të gjithëve.